Fundisht një radiolinja, mirëmbrëma dëgjues dashur këtu sonte së bashku me Tushin dhe me musafir në studio, sikurse e keni pa edhe në portalet tona, pra, një musafir për herë të parë në studio, është kënaqësia jonë sepse tash e dim që po afrohet edhe pushimet verore, duhet pak na mund dreqe, mu veshe, mu do sene me regulue, kështu që kur shkojmë atje dikun në vendlindje, ose po më parasysh ku në pushime, atëherë jemi gati, apo do në shorce, këmisha, majica, gjitha këto mirë, po i lojmë këto anash se do të bisedojmë ma vonë për këto pajisje, edhe me Tushin së bashku musafiri jonë sonte këtu me të vërtet do të na tregon një histori të mirë, edhe do të promovojmë të njëjtën kohë edhe dyqanet në Oslo që i ka këtu, së bashku do të bashkëbisedojmë me Arbenin, i cili është të sonte me ne, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Faleminderit. Arben, neve kemi dëshirë, dhe më thonë, kur i kemi musafirë, sidomos që të kemi juve për herë të parë, ta dim se kush është musafiri, kush është Arbenin këtë radhë. Unë jam një djalë i lindur, i rritur në Norvegji, në Oslo. Babën e kam për të tove, do broshtit, për ato ke din ku është. Nonën e kam për Resne, ka të Prespës, në Macedonisë. Po. Edhe punoj me tesha. I kam qitash i kam 2 dogoja, i kam pat 3-4 dogoja para Covidit, për tash i kam 2 dogoja, njën Lëren, njën Grënland. Ju keni fillu që ishtë moshtre, dhe kjo është nësi e madhe se Arbeni fletë shumë bukur shqip, i ka morë dialektet, i ka përzi pak të babës për të broshtit pak për Prespës, ne dim se Prespa fletë ma mirë, që ka gjuhën shqipe, kur fletë me Prespan të folë me ata nga Shqipëria, se ne shmojmë shumë ata që e flasin gjuhën shqipe, pasra ashtu si duhet rrëdhshëm. Arben, edhe njerë, ju keni fillu shumë herët punoni të mirë me biznes, prej moshës kur, për shembull, keni fillu për herë të parë. Unë e kam pat 20 vjetë, 19 vjetë, 20 vjetë kur kam një sefte, bashkë me motrën time, e kena njës me dugojnë e parë në Grënland, në Geto. Geto. Getën e tujve, se jo shqiptarë, se dhe ka pas në ndryshmë atë. Po. A vazhdon tjetë Geto e në Grënlandi, apo e torgi, a i sheshit më hati? Po, tash, Geto është ketë Grënlandi tash. Qendra e Getos. Po i kam do ku rrugë, tash nuk e dim pa shpirët e smujmë, që smujmë me kërë me arat i pari, e kena problem do është të në kam me ardhë. Smal gangen, si me thonë, si është një farë torgi ati, është me disa, gati ka pat një restorant, një shqiptar Nabuens. Po. Ato njofin shumë shqiptar në Norvegji. Dhe i përshëndesin dërsa e përmeni Rufkinë në Nafijën, që e kanë pasat Nafijën dhe më kanë pasat restorant për shumë vite. Po. Po, në altet talush për me di se kush është Arbeni, është mirë ta cekem edhe prindin e ti, sidomos babën e ti, cili ka qenë një ndërparët, shqiptarëve që i ka ardhur këtu në Norvegji dhe kanë ndihmuar shqiptarëve dhe atë në lamin e domethënë në shkruarjes kërkesave edhe për punë, edhe për banesë, për gjithçka edhe për pranim ndoshta të azilit, kështu që ka qenë zotëri Zeqiriau një përkthys i asaj kohe ku ndoshta unë nuk e njoh bashkë mirë Arben se do ka marrë Koxhavon, po Alushi e një më mirë. Po ne kemi pas rast ta takojmë këtu në këtë qendër, ka ardhur, na ka vizituar shpesh, kemi biseduar pas falës namazit, domethënë kemi nejtë në këto salla të kësaj qendre, edhe të asaj që kemi pas atje në Grënland, po tash Arbeni domethënë ka vazhduar jetën e tij, biznesin, kështu që e ceku edhe vetë i ka 2 dyqane. Për momentin ka pas më shumë. Po, Arben, tregon atash për shembull ti tregoj që ki 2, domethënë një është në Grënland, një është Lërin. Po. Koleksionin e teshave zakonisht janë për mashkuj, që i ki në 2 dyqanet, edhe emrin e ka ARV Retail. Po. ARV është domethënë diçka apo ka inicialet këto shkronjat apo vetëm ARV? ARV Retail domethënë veç inicialet janë. Edhe një pik, edhe retail.no. Po, se ka më qelë edhe pak një faqe në internetim, dyqan në internet. Për me ble. Po, për me mujtë ble online, po. Zakonisht teshat edhe markat që janë aty mrena janë të njohshme edhe në botë të teshave, duke fillu për shembull prej kpucave, këmishave, teshave, kështu me radhë. Tregona pak për shembull cilën mosh janë teshat, për shembull është një pjesë e moshës që ti e paracakton që mundën mushit, për shembull, ajo për gjenerata të reja, për të vjetra, të mesme, cilën unë tash mollgrypen që thonë. Po dhe si thonë në rëgjet. Po dhe, do me thonë, unë e kam edhe për të ri, edhe për pleq. Do me thonë,
për këtë moshat, për bura do me thonë. Kam dresa, kam këmisha, kam fanella, kam tracksuits, ki huka, këpucat mira për çdo mosh. Ki edhe Nike për 3. Ashtu do shta dalë të këto marka, këto brende, dhe me thonë se shqiptarët, sidomos se na jemi radio shqiptare, tash, ne dim shqiptarët kanë qefti, kanë ato t'ju shifet pak marka, e garderobës. A mund me na tregu Arben, cilën për brendeve ju e keni pak ma të ekspozume në dyqana që edhe ashtë e kapshën për sinin edhe me kvalitet dhe shite shumë. Tash kvalitetet janë ato brandat që i kam une, janë njofshëm i ki do Lindeberg, i ki De Soto, Alberto, Solidin e ki të madhe, ki nuk është pak ma lirë, ama kvalitetin e kanë të mirë, janë të Danimarkës. Ka të lifar, si me thonë, marka në market, ama ato ki kam zgjedh une janë, ki kam edin, i kam provu shu marka, tash kanë dalë këto, kanë dalë ma të mira, edhe i kam edhe, si me thonë, good business partners, si me thonë, po, ato ki edhe partner që blenë mallin, po edhe e kjellë këto klient, për shemë që e blenë mallin e din që ka më të ushit edhe e merë qatë mallë, më thonë që me pas dyqan. Tash, alush edhe një pyetje, më thonë Grënland, dyqani punon prej të hanën, premtën edhe shtunën vikendit, apo njëtë tjetër ishte në Lëren, më thonë a qendra Torgi që është aty, më thonë edhe aty e keni dyqanin, më punohet prej në mëngjes, po kur hapën qendrat për orës 9, 50 dhe në ora 7. Shtunave janë 50 dhe në ora 6. Po a ban me ditën prej atyre punëtorëve ki shqiptar, a mund të flasim shqip kur vim dyqanet e tua? Ka, muzika është shqiptar. Muzika është shqip. Po dhe për shqip. Si ti mrejnë atje kuptojmë që i ka të bëjë me shqiptar këto. Ki edhe shqiptar. Arbeni, ku mund të agjojmë? Cilin dyqane mund të ashomi Arbeni kur të vim për shema me vizitu? Ku ka puno, ti është Arbeni. Ku ka punë? Ku ka punë, ati shkoj. Do njerë pak të njona, pak të tjetra, do njerë ku ka punë, ati do të me boj zmet. Po zmet s'ka... Normal, ashtu fitim nuk ka. Atë do të më apo qarën dika ndryshe, po. Po mirë, Arben e thash pak më herët, tash është sezona e pushimeve dhe na të parin sen që bojmë blejmë tesha. Edhe për neve, po edhe për hedije. Me qua atje për shama poshtë. Bakshishe, në një këmishë në diçka. Dhe me na tregu tash për sezon e verës, se normal që e ki mush me sezon të verës tesha, thënë qa është ma aktuale për shama se ka dikush në 70 din qa me ble, edhe me këshilu pak me jep një këshil për shama qa e shkon mirë. Short se qa është diçka qa është ma trend. Ma trend është. Trendi e ka rrugën e vetë, është, për të me dhonë dhurata janë këmishat, se në shqiptarët e din, ata shkena me shku në darsma. Këmishat është makolaj, e din jam erë. I ki atë i përndor, ose ja jep dikujt, kim garant ki kam i përndor. Po me siguri. Po dhe, të me thonë për dhurat. Për veti diçka, për shama, si me na këshilu, për shama, qa me pas me që është se nëzeti madhë. Po, Lenin. 100% Lenin. I kam koleksionet shumë të dhoja, i kam me Lenin. I kam Lenin pastër, Lenin me pambuk të përzime, i kam me viskos. Të me thonë, Lenin... Edhe shortse, edhe shortse, pantulle, këmisha me krate shkurta, me gata, fanella, majica. Këti ki Lenin. Ato janë 100% nëmër 1. Kishitën tash. Arben, shife shumë energji kështu me potencial dhe me motivu gjithë për të me ble tesha dhe alëta se tesha re edhe atë mosh e gëzon, jo e shmita kuptan. E tash, a ke pas në herë dhe një sfit për shemo që ka thonë spedon, ti mbyllim këto. Ne bisedu malush duke nejt pak në kuzhinë aty dhe pyetëm ishte korona këtë në Norvegji, tu fillun mbyllën dyqanet edhe ndoshta edhe ajet ka shti me i reduktu numrin e dyqaneve, me kalu për shemo për 50 dyqana që ke pas në 2. E ke po vetën do njëherë në atë sfidën për shemo që ose ka arë në mend ke shku në shpi të anditën i lodhen edhe ke thonë spedon mo kjo me provu diçka tjetër. Normal, tash në Covid tre dyqane i kam shel në Covid. Edhe kur i mshel ato dyqanet, thash edhin kërë kjo punë. Edhin unë jam musu me punu. Edhe tash doli dit për dit me nejt. Pa punë. Edhe erdi nisa me punu pak me kështu, një shok, kish nis me punu me do fëmije time.
edhe unë nisa atë punë. Mm. Atë punë e punoj, ka pak, kur kam vakët, se ishtë shumë në punë tjetër, t'jep edhe pare, t'jep ka pak, ama t'jep edhe një farë edhin, si me thonë, një Ndryshim nga ajo normalja që e ban çdo ditë për shemb, po, pak asaj edhe rutinës. një të mirë. Po, A është organizat? Po. Po, organizat, është edhe të komuna kam punu, do me thonë, bidel së ndërë në ushtë në Barnevan. Mm. Nisa pak me punu atë, ama kjo edhe dyqani e ka lezetin e vetë, është si fëmija jem, jam rritë bashkë me ato, su në lëshova, nisa pra. E qa t'inspiroj për shembull ty me janis me punu tash të na i kanë thonë butik teshave, kështu të me folë ma popullorç. Qa t'inspiroj ty për shembull, qa t'motivoj ty që me vazhduti në këtë branshë? Isha shumë i ri, dhe kej dem t'i kanë më rak, edhin teshat. Teshat janë, kur nisë, edhin djali më bo burë, edhin i vesh pak teshat, edhin edhe motre jemi ishte punu të një dyqan. Ate, unë nisa më punu pak, edhe qela një faqe interneti, bashkë me u bëna partner me ato kjo kanë shefin i motres teme. Edhe hinëm pak ate, e qela një kështu dugoj Stavan, Larvik, zdi, kush e din ku obile. është një vend shumë i vogël, ama shumë i bukur. E qela një kështu sesong butik, edhe duke pata të faqen në internetit, lagerin e faqet internetit, qita teshat aty, butik i shkoj 100 më mirë se në internet. Edhe erdha prapa nej, me bleta dogojnë në Grënland, me motrën teme bashkë, edhe masan e skëjen, edhe nisi punë. E që edhe u lidha aty. Po do me thonë tash kjo vazhdon të jetë një biznes familjar. Vazhdon motra të ndihmon apo i tash vetë në biznes? Tash e kalon motra. Po. 2015 e la. Okej, që 10 vjetë, do me thonë, po. Po, e la, ama më ndihmon ndonjëherë. Kur ka qejf, kur ka vokët, më ndihmon. Bene, ka më rak edhe ajo. Arben, si shqiptar, si e nin vetën ti në këtë biznes, për shembull, sepse ndoshta në shihet i ke lind tu, i rrit tu, flet shumë bukur shqip, po a mendon që ne shqiptarët e kemi një shihet tjetër në garderobë, edhe ti tash mundohesh me u përshtat ta sjellsh atë garderobën që shqiptar ta blejnë, po në anën tjetër klient apo mushterit më të mirë i ki të tjerë. O, tash ne shqiptarët e din, si me thonë, shqiptari e din, e ka atë në gjak, qa me blejt, mundet me blejt, se ndë ku të doje, veç e din e ka atë, ama norvegjet se kanë atë, duhet ndim, ysi kirhet. Po. Është atë mështërit e mi janë norvegjes më shumë. Shqiptari kur vjen e din qa donë. Ne merr ato. Po si provan? Si provan do një herë, ama e din. Ne si shqiptari na e kina në feeling, si me thonë. Tash ti je njohur në mesin shqiptarëve, domethënë e din se kur të dalin në Grënland apo në Torg aty ku shkojnë duhet me shkuë me vizitu dyqanin në Arbenit edhe me blej një këmish. Spaku një këmish me blej. Se unë e ditë Arbeni alush ka këmisha me bollëk. Bile i ka ato ofertat, ato tilbyt, po. Unë jam merak li këmishave, unë e kam blej shumë këmisha për Arbenit edhe ata që mi kanë pa këto në studio, derisa jemi edhe live, janë shumica për dyqanit të Arbenit, pra. Arben, konkurenca është shumë e madhe, sidomos kur është që përmendim me tushi këto emrat e mëdhaja këtyve qedeve, këtyve zinxhirëve, apo mundesh me përballu për shembull se ata i kanë edhe çmime ndryshme, po edhe te ti janë çmimet e mira. Nuk është diçka që janë çmimet alarmante, janë bashkë përshtatshme për shembull për neve, sidomos për këtë klasën që jemi. A ki sfidat prej konkurrentëve? Ka konkurrenta shumë e madhe. Ato janë mëdhej, ato janë big dogs. Ama prap ato se kanë atë din shefi nuk rin tok, shefi nuk punon atë, ato edin ajo është në ofisë. Kur vin te mu ke atë. Si kam edhe fitimet atë shumë si kanë ato. I kam ma pak, ama ishe me shumicë. Atë kam si me thonë strategjinë. Tash konkurenca kam e konë atë gjithë, ama si me thonë, riski jem është riski jem. A ki pas, për shembull, a ki mendu në ere me bo diçka brendeve
që janë prej trojeve shqiptare, Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, se dhe atje po prodhojnë, për shembull, jo kpuca, jo tesha, a ki mendu për shembull me importu diçka prej disa brendave që janë atje? Tash për tash e kam një brand që ka emrin DeSoto. Ato janë qepër në Shtip në Maqedoni. Pambuki Gjermanis, Made in Europe, ka do këmisha që janë printed, ato janë printed në Austri, edhe qepër në Maqedoni. Kam pru me shti edhe Grajo, se dia keni po atë brandën e gjakës. Me shti në Norvegji, tash ama aje hala oveç në Gjermani edhe Zvicër është. Nuk dihet puna atë tash, ama kena provu pak. Nuk është kollaj. Oferta ka. Oferta. Po tregona kështu, derisa është fjala për shqiptar, a ki trener ka aty? Kam. Bravo, se pa Trener ka patika. Pa trener ka smurën, do të thonë. Shqiptari trener ka tika, pijamat si ka, ajo është me rëndësi me konat. Mos tojmë diçka tjetër, se neve kjo ishte një standard për gjithë meshkuj, pa morë parasysh se kur rrinë për shembull me njerëz të ndryshëm tregojnë shumë rësene, sidomos gjinisë femërore për meshkujt. Ndoshta edhe për burrat e tyre, po them për gjininë sidomos me femëroret jo shqiptare. Dhe tregojnë shumë. Kështu që ndoshta është edhe një rregull i mirë për neve të mësojmë gjëra se si duhet me jetu se kjo është në alternativë në shpim kanë ardhur. Ja, kupton. Kështu që mësojmë të përsjellim trendet prej çerapave deri tek misha. Normal. Ajo duhet. Koleksioni është zakonisht tha vetëm për mashkuj, tash për tash, po një kohë ki pas edhe për femra edhe për fëmijë. A ki hala diçka për atyre, apo a ki mendu me vazhdu? Tash, dyqanet i kam të vogla tash, nuk i kam shumë janë si me thonë velispisët, si me thonë... Kofizuni? Po. Po. Edhe do njëheri do dimnit i kam do shumë jaknat mira për femna. Ato shiten lirë, shiten kollaj, të me thonë, ftot, Norvegjia ftot. Janë si me thonë me pupla, me sende, edhe janë banzet. Ato i marrë do njëra, ma kështu si style, unë me kalzu grusha, me vesh, edhe nuk shkon. Se kam naturë, dhe me thonë. Dhe me thonë ki ma standard. Se në që e ma standarde, për shemë të jakë në dimnit. Jakë në dimnit, ashtu sende, kpuca, huka, Adidas. Ashtu standard sende i kam edhe për femna edhe për fëmi, ama kështu koleksionat mdoja s'kam. Fustana, sende, njënën tjetër, ato si kam. Qa është ajo që shitet për shemë mas shumë të që lipët mas shumë? Ashtë më varen sezona. Dimnit jaknat. Dimnit lesh. Shitet shumë. Verës, Lenin. Majica. Jeans. Kuj sa i përket pantolonave, dhe më honat pak ma luksus të kalojme atë, për shemë të ta darsë më herë, na nuk ishme këmisha, të kemi edhe një dres të mirë. A i du të regulohet se shumicën e rasteve dhe ne nuk kemi atë fasongin dhe më thonë që i nga banë numërit të aman. Nuk nga bërë që shdojt. Ja du të me ngushtu pak, ja me shkurtu. A i bani këto vetë këtë servisimin e këtërve regullimit për shemull, a ke bashkëpunim me ndonja për këtërve robaqesve të tonë shqiptarë. Si kemi disa këto, që kemi pasë në studio, kemi bojë intervista me ta, edhe kogja sukses shumë bashkëpunoj me firma tjera të brendeve ndryshme këtu. Ato janë shumë mirë, ato janë shumë ma mirë se ato ki përndori unë. Se unë nuk shes shumë dresa, unë të ishin konë mangat ato, i kisha përndori ato 100%. Ama i kam do ato ki janë gatë. Dhe du të me bati për aty? Po, ato mështëria shkon vetë me i bodi, në bani matën ato, i shkon edhe i ndreq. Edhe i kam gatë në Grenland, se në Lërën s'kam shumë dresa. Këtë janë edhin me numrat të regume. Ama shqiptarë do me thonë janë numër një. Ato kër i kam përndor shqiptarët, ja bënë punën si duhet. 100%. Si e ka jemë në afrime këshim në duket. Po, afrimin, për kemi qanin. Edhe qanin, po. Si ashtë një ditë e përdishme, përveç punës, ashtë kesh me thonë gjithë ditën punje? Po, tash punojmë. Jeta e ka të vetën. Unë punoj shumë, e kam qef punën teme, për atë e bëhat, e kam mërak, e du punën teme. Kam njerës të mirë, kam një partner të mirë, kjo është norvegjane, ka punu për mu, kena bashkëpunu 15 vjetë, kena si loje, kena si hobi u bë puna.
Ama, si me thonë, si djali qytetit, nuk është lehtë, ama të kesh babën në rrugën e drejtë, është shumë ma kollaj. Më thonë. Dhe më ende të zonë, për gjithsen. Po. Prindi dhe me thonë është ajo që edhe drejton, po në njëjtën kohë edhe edukon fëmijën që mos më shkun në to rrugë, për shembull, sidomos këto vjet e fundit që i kemi pak vështirë është me rinin, me pas për shembull se ki kontrollin të shtëpia edhe të shkolla, mirë, po kur nuk je aty afër ata janë tjetër ka, edhe ajo po ndodh. Po du më nalë veç deri te ajo puna për shembull kur është koleksionet, kur janë blerja te magazinat që i ki për shembull për tesha për to, ai përcjell këto seminaret e ndryshme për shembull që janë teshave, firmave, a shkon në për seminaret në Skandinavi ose në Evropë dikun, mi pa çajon, çasion, po mi ble për shembull. Po, normal. Duhet me bo, 3-4 në vjet po shkoj, po kur nuk shkoj vetë, qoj kam një punëtor Robin. Ja din punën, kalzova tash. Sa për këtë kvaliteti ku bisedu me herët, këne markave që i sjell nga dhe një marka dhe shtetet tjera, po ndodhe një defekt në atë këmisha, po në majica, po diçka tjetër, mund të këthen të ju, ka garancion për shemë të marrë tjetërën? Normal. Dhe më funksionon sukur në dyqane tjera normal, për shkak që i ka Norvegjia. 100%. Ose të more të ligude e korta, si të nësa. Të ligude lap, po. Ma mirë është me marrë një tjetër. Po dhe po. Ma letë. Po, ma letë. Ma letë. E po mirë, ta shpedim për shembull Grönland, që është adresën Smalgangen, a? Smalgangen 32 ka. 32. Adresën aty. A kjo në Løren është domethënë atë qendrën Torg të Løren. Løren Center. Po në atë dy janë Torg, se dhe kjo Grönland Torg e Løren Torg. Kjo Torg, po. Geto, dalësh. Që me ditë njerëz për shembull. Loreni pak është më moderne, nuk i di çfarë geto është aty. Ka ne kemi më shumë me numër. Alo mirë është. Sa është ndërtuar edhe pak aty. Jo, mendova thash që tash këta tonë që po përgatiten për pushime sene, mundën për shembull nesër javën tjetër i kam pak stres dhe me ardh te ORV dhe me gjet bukur sene të mira. Alush të pushimet, ta pyesim Arbenin ku e ka një jetë me shkuën për pushime. Unë besoj që shkon me linje, por shkak të se ki prindend edhe ke familja dje dhe si mjet kam shku, çdo vit kam shku tash. Po. Ama si mjet e kena vu, se kena blet një shtëpi tash këtu. Hajde për hajr, ta gëzoni. Në Oslo. Edhe du me të shu nonën edhe babën, kismet me të shu në Turki. Veç me pushu pa. Jam pleq. Me të shu me relaksu pak, me të shu pushim bashkët familja me shku. Ato aspiratet e tua rreth krijimit të faqes edhe të rritit biznesit që shkojnë më are mirë, shkojnë ta vizitojnë Arbenin e Kineti, rabat mos i lipni si ja vet, kështu që ish mos u kurit net, ose ja ban çmimin. Kështu që, domethënë, shkoni me galerot mirë në vendingje, prej Norvegjisë me kvalitet. Ma me menja që nuk del pa ble diçka. Aty tha Arbeni kretion aty prej veshmbathjeve deri te teshat për shembull që janë edhe për çdo sezon, po edhe për këtë sezon tash që na vjen neve bash për verë. Kjo është ajo e mira, çmimet janë shumë të mira se kemi vizitu, janë të favoshme për neve, për shembull që e përballojmë. Edhe ajo më e mira është që kanë thonë gjithmonë, zgati kom sa e ki orgonin, për shembull, blej diçka që është për ty e përshtatshme edhe ekonomikisht, po edhe e mirë, edhe kvalitet. Tash nëse don ato marka që s'du m'ja përmend emrin se duhet më ne pare, atëherë Arbeni dhe ato jo gjon, nuk ka problem, edhe për ato markat e mëdha. Kjo është ajo e mira. Na Arben do të përcjellim këtë kohën edhe do të promovojmë bukur mirë ARV Retail, mos harroni pra ARV Retail, kjo është ajo që gjeni tash momentalisht, pik në o, edhe gjeni me njerë, i shini aty disa fotografia, e për ndryshe i gjeni edhe në Facebook, edhe në Instagram të njëjtën kohë, me thonë ARV Retail, veç e shkruajnë ARV, mos harroni jo V shqip, po 2V-ja, W, ARV Retail, e keni aty, edhe gjeni, edhe hyni te Facebook, i keni fotografi të bukra, edhe te Instagram, edhe keni koleksionet ndryshme, i sheni aty të mira, çmime të mira, edhe ma merr mendja që vesheni, ndresheni edhe gati jemi për pushime.
Ata Arbenia tregon tash. Domethënë do ta ketë dyqani këto, nuk e pas kanë jetë me shku në pushime, kështu që ju që shkoni ndoshta pak më vonë, mos harroni dyqani është i hapën. Arben për fund, nëse unë e vion klient edhe po vitet e në dyqan edhe po thom, unë s'di jo kom me shku në pushim, s'po di qa me ble qa edhe këshillon pak, qa po thushti? Qa i kishe thonë për shemë? Çfarë tesha me të mo, dy kisha gjithë teshat me njerën, edhe numrin edhe krejt. Komplet. Fix. Qaq, që mos më lodh ta, në dini me mosinë për dyqane, mi prek, mi ritullus, ato të palunet mira, mos i sillni aty mi këshirë, a është le, a më, a që, vetë Arbenin, ose një dikon që është të punu aty, se dhe ata janë të mësuar prej Arbenit, edhe ata të veshin komplet, edhe ki torbën, edhe vazhdo. A lësh ta pisën me pak, Arbeni është i veshën sonte me garderobën e dyqanit tanë? Po, 100%. Komplet, më thonë, nuk ke kur gjopi, se shumicën e rase ke po dikush po në Toyota e vozit Mercedesin. Po dhe po, ashtu është. Une jo. Une se kam, kam do. Dhe më thonë, i pratik jasaj garderobe që e shetë dhe e marrë edhe vetë. Që Lindeberg, Hans Jakobsen. Po. Lindeberg është i Suedis, a? J. Lindeberg është një marke vogël që ka qenë e madhe përpara. Po është shumë emër i madh. Po, ma Lindeberg është i Danimarkës, është shumë i vjetër. Është PVT Group. E ka pat shumë e vjetër. Është kia ka pat këtë PVT Group, e ka edhe Legoland. Është direktori Legolandit. Po. Kemi një emër shumë i madh, është edhe domethënë koleksionet i ka bukur të mira me kvalitetet larta në për këtë botën. Po shitën të në Evropë, në Shpani, në Itali, Gjermani. Arben, faleminderit me të vërtet shumë që erdhe, edhe gjetë e kohë, edhe bëm një freskim para pushimeve verore, bashkëtar që është të nevojshme, për garderobë, për tesha, sidomos për moshkuj, dhe kështu që me siguri ma mërmenja që nesër reani madh atje, para se më qenë ora 10 edhe të Lëren edhe të Grenlandi, edhe të bëhen njerëz të merrni fëmijët me veti, se edhe për fëmijë ka, e kështu që diçka gjeni edhe nuk lodheni me gojë poshtë lart. Faleminderit shumë, suksese, edhe me siguri se do shihemi edhe herë tjera, edhe do ta vizitojmë dyqanin drejt për drejt live, do të jemi atje musafir në ditë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit nga ana ime, edhe miropafshim prallë në dyqan edhe diku në një takim ku takohemi shqiptar, kemi mundësi takohemi. Da faller du vetter, si oss ni